Une për pak sekonda e ftojnë në studio një zot bukur që i bashkohet prej datës 22 Radio Dukagjinit, bashkë me neve, Rebeka Qena. Qa të thot për ty ky zo? Ky zo më kthen në fëmirin time edhe ma jep një farë ndjesie të jashtëzakonshme se kom një përfytyrim si me pas pranë. Se kush është ky person që e ke? Babai im, Muharrem Qena. Pra ne nuk kemi marrë, nuk do ta kemi kolege vetëm, ose pjesë të radios, një zot të zakonshëm. Ne kemi një person me shumë bagazh, është e bia e Muharrem Qenës, vjen nga familja Qena që ndryshe Muharrem Qena që la gjithë këtë artë që neve në radio, sidomos na shoqëron për ditë zoni ti, a i la pas vetës edhe shumë njerëz me shumë vlera, jo vetëm Rebeka, po se cili antar i familjes ka bagazh, ka vlerë. Ne Rebeken kemi një 2 vjetë që diskutojme pas pjesë të radios, e Rebeka Qena do t'i bashkohet Radio Dukagjinit, për ditë do t'jetë zoni juj. Mirë se na erdhe Rebeka Qena. Mirë se ju gjej, shpresoj që do të gjeni edhe bisedën time, edhe ati që ka planifikoj me kriju, po gjithashtu edhe zonin, i cili duhet me bo një farë një krahasim, si me thonë, se është vështirë edhe me mbri edhe këta që i ke. Kështu që po shpresoj që do të kalojmë shumë mirë. Është diçka që me të vërtet kemi bisedu për kohë gjatë edhe diçka që kam pas dëshirë edhe atëherë dhe kam dëshirë shumë të madhe dhe vullnet për ju bashkan gjitë këti ekipi fantastik, kështu që është kënaqësi. Ne bashkëpunimet e her pas hershme kemi pas, ka atëherë kur kemi pas nevoj për gjingla, për siglen alo mirë mëngjesit, kur her pas herë kemi pas nevoj për një zo ndryshe prej aty në tomve që na ndëgjojmë për ditë, Rebeken e kemi thirrë në telefon. Dhe prej atëherë ka lind dëshira që Rebeken me pas për ditë. Po Rebeka Qena është edhe aktore. Përpos asaj që zbulova pak ma herët në transmetim për përvojën tënde bukur gjatë në BBC, je edhe aktore e shumë filmave të njoftun, edhe e shfaqjeve teatrale, por radio sa i flen Rebekës. Lidhja jote në BBC. Do të thotë edhe si fëmijë kom pas një farë pike të dopt në dëgjimin e radios në kuptimin asaj që në mbrëmje ka pas personalitetet të ndryshme dhe emisionet të ndryshme të cilat e hapshin një derë në imagjinatën time dhe thjesht radioja mundët me të dërgu në shumë vende. Atëherë kom pas kënaqësinë, si me thonë edhe fatin, me qenë pjesë e Radio BBC-s gjatë kohës sa kam qenë në Londër, falë rrethanave të ndryshme jetësore, do me thonë si shumë prej nesh që kemi përfundu të shpërndar gjithandej anën banë botës. Unë kam punu atja si producente, do të thotë mirë, po kam pas edhe pjesë të ndryshme të emisioneve të cilat i kam realizu, edhe aty jom njoftu, si me thonë, me një lloj profesionaliteti, me punën edhe me njoftimin e botës përmes emisioneve të shkurtra të cilat i punonin gazetarët e ndryshme, të cilat ne atëherë i përkthenim edhe i transmetonim. Kështu që gjithsesi është një dashuri e cila vazhdon me qenë aty. Mendoj që zoni njëjtë sikurse ai i babaj tem që më qënë dika, e ka atë aftësi dhe e ka një, nuk e di, është një farë portali. Sa kënaqësi ju. Gjithë familja këndoni kur bëheni bashkë?
Me rrethana. Po, e kemi një me të thonë një del, po edhe nëse nuk di njeri me knu e lëshon zonin edhe atëherë edhe knaqet nëse kur gjovë me vetë vetën. Dalim të dëgjus të Radio Dukagjinit. Çka do t'i ofroj Rebeka Qena dëgjusve tonë? Radio Dukagjini ka një program të larmishëm, edhe kjo me çka do të shkojmë ne, ka me qenë një qetësi, po mos them që s'kemi me fol heq. Ideja është që gjithë ne ndonjëherë po kemi nevojë me reflektu, me u qetësu, edhe me kthy një lloj vetbesimin vetveten, me bisedu me veten, edhe me reflektu për gjërat që na kanë ndodhur ditën, qofshin të mira, qofshin të këqija, po esenca është me u ndalë edhe me thonë, jam këtu. Në këtë moment jam, le të jetë dita çfarë të ketë qenë, po du me shiju këtë moment që jam këtu. Edhe kjo është, ideja është me pru një stop, me një ndalesë në shpirtin tonë, në shpirtin e juj, për me mujt me mbledh forcë edhe për me i ditë vlerat e tua, për me undalë edhe me thonë, it's okay, vazhdojmë tutje edhe vazhdojmë më të fortë. Kështu që po shpresojmë që kemi me mujt me afru qatë pauzë edhe me shiju bashkaresht. Sidomos në dinamike në madhe tjetës, kjo do tjetë shumë e nevojshme për kohën tonë ndryshe prej ditëve kemi pas ma të qeta, kjo dinamik po shkon e po shtohet. Rebeka Qena do tjetë autore një programit të shkurt për ditë që do transmetohet, dhe që Rebeka vendos ku do na qoj për ditë në ato 15 minuta. Ndoshta në një fshat shqiptar një ditë, ndoshta një ditë në një fshat ose qytet të ndonjë shteti tjetër, por ne do të kemi 15 minuta që i dorëzohemi zanit Rebekës kudo ku na dërgon sa për me nal dinamikën e jetës edhe të radios besas, edhe ne jemi shumë dinamik. Po, gjithmonë ka lajme, ka gjana, si me thonë, intenzive, edhe bukur është edhe kur është ashtu se ndihesh edhe gjallë edhe ke, mirë po hajde vetëm ndonjëherë e vlen që gjatë ditës me reflektu, me meditu, edhe po them, ashtu si e the dita, edhe me udhëtu në ndonjë vend tjetër, po ndonjëherë mjafton edhe me pa vendin ku je dhe njerëzit me të cilët je, e ndonjëherë me pa edhe çka ke brenda, çush je ti u ndi. Ku jena me projektin? A bohemi gati për datën 22, kur cilat janë epizodat e para që i keni mendu me qenë? I kemi mendu, i kemi diskutu me Gjentin, Goranin, edhe është një përgjithësi, njëjtën kohë me pas diçka ndorë dhe në rregull pajtosh për idenë, po është e rëndësishme edhe si ka me u pranu edhe si ka me u pëlqy njerëzve, se besoj që edhe kemi fillu mos me undalë, me u bo të pandalshëm në kokat tona. Edhe është e rëndësishme edhe publiku qysh ka me pranu, me thonë, tash ti po më shteni pak me unalë, me marë frymë. Mirë po, do të thotë, fillojmë, e kemi në plan me i realizu disa prej tëre, edhe atër mundim edhe me i përzgjedh bashkarisht, me thonë, me këte po nisim, me cilin udhëtim po nisim. Kryesore është me nis udhëtimin, besoj që rrugës reflektojmë edhe shohim se ku po dënë edhe publiku me shku, po realisht mirë është edhe me pas një befasi, me thonë, okej, peshohim. Ma mirë është edhe unë po pajtona, ashtu që po besoj i bje 15 minuta, është koha e Rebeka Qenës prej të hanës deri të premten, vetëm 15 minutat e asaj dinamike kolonave një të u këthy shpjet lodhu ndështë edhe të nervozum, është koha kur pak qëtësi Radio Dukagjini ka vendosur t'ju dhuroj në përmjet zanit të Rebekës. E unë po kërkoj ndamini 15 minuta edhe e janë me ne në udhëtimin e vetës fillimisht. Po. Shumë faleminderit Rebeka Qena, të shkoftë mbar. Uroj bashkë edhe shumë ditë bukra të radios me i nda. Me nëzi po të presi me ndëgju. Unë do t'jem dëgjusja kryesore e para, se me nëzi kam prit me pas Radio Dukagjini një qëtësi në mesin e gjithë kësaj dinamike. Kënaqësia është e ime edhe ju përshëndes të gjithëve një nga një. Faleminderit shumë, të shkoftë mbar. Faleminderit shumë. Rebeka Qena nga data 22, pjesës kemi ston programore nga ora 17:15 minuta.